Selam aleikum, hoxh, një vajzë që e jep fjalën për fejes një djalit caktuar, por nga ana tjetër i man mend të djemt tjerë. Çfarë mendimi keni? S'ka nevojë me dhënë mendim, pse në fillim do të më thonë aleikum selam, po aq u irritova sa nuk prita edhe me e kthy selamin. S'ka nevojë për mendim timin. Kjo çështje është e qartë. Nuk duhet mu martu me vajzët të tilla. Nëse djali ka marrë vesh se kjo vajzë i man mend të djemt tjerë, duhet asësi mës me marë, mës mu feju. Edhe nëse është feju, duhet më nda. A thrasën për ndamje? Jo, nuk thras. Por ma mirë sa nuk është bavonë. Pastaj, po mjep kjo me dyshu se si i ka premtu këti djalit, qysh i ka premtu, qysh e ka dhënë fjalën, me qfar forme, i ka shkru, une me ty, une për ty e jap jetën, une veç ty s'kam kërkan zemër, këne natë me djemë të tjerë. Dhe më thonë, kjo veç qysh e ka njës komunikimin me këtë djalin, duket qysh e ka dhënë fjalën, duket se ka diçka në mesele, ka diçka. Ajo normal qysh e shkru në këti, i ka shkru banki dhe tjerëve para prakesht. Edhe pak lidhë me njani, pak me tjetërn, u kry. Një vajzë cila i man mend të djemë të tjerë, nuk një njeri që është fisnik, një burë që ka krenari, absolut, nuk bën me majtë me marë për gruën një femën e cila i man mend të një djallë tjetër. Edhe ti ishte bashkëshorte, nëse do të këqyrnim muhabetin si duhet njërë të detajuar, edhe ta kishte bashkëshorte edhe po të merë vesh që ajo i ka mend të një burë tjetër. Edhe kjo nuk do t'ishte e hishme që me majte pastaj në shpinë apo në shtratën e vetë. Ne jemi të folë për bura, nuk jemi të folë për do meshkuj të ligë, për do dëjuza. Ne jemi të folë për bura, jo për dëjuza.